Një tjetër seancë e dhurimit të gjakut është zhvilluar ditën e sotme në ambientet e Fakultetit të Shkencave të Edukimit. Kjo nisëm erdhi nga Alternativa Studentore, ku pjesë u bën student të Universitetit të Shkodrës Luiz Gurakuqi. Sot është seanca e radhës, ku e kena organizuar te Fakulteti Shkencat e Edukimit. Është një nisëm shumë e mirë, ka nevojë shumë në Shkodër, Spitali Renda në Shkodër, për dhurimin e gjakut, sepse nevoja është e vazhdueshme. Kena studenta nga degë të ndryshme, por po ashtu edhe të infermierisë. Ne si organizat kena një moto që e përdorim gjithmonë, që ne dhurojmë për ty edhe pa të njohur. Ma shumë nevojë hasën te urgjenca, te kirurgjia, te reanimacioni, por edhe te dializa, që janë më të shpeshtat. Sa kaq edhe studentët ndjehen më të vlefshëm për shoqërinë me këtë dhurim dhe apelojnë bashkëpunëtarët e tyre që të dhurojnë për të shpëtuar sa më shumë jetë. Dhuroj gjak është një gest që solidar që ne bëjmë çdo seancë për t'i ardhur ndihmë sidomos atyre që kanë nevojë për gjak dhe në radhë parë kena dhe Bankën e Gjakut të Spitalit Renda Shkodër që kena një bashkëpunim ngushtë në lidhje me këto seanca të dhurimit të gjakut. Kryesisht brezi sotëm janë të prirur që me dhuru dhe me ardhur ndihmë të gjithë atyre që kanë nevojë dhe kanë mungesa. Kryesisht ne nuk kena has një fshirësi tek moshat e reja që me dhuru gjak. Unë dhuroj gjak vetë, prej pak kohësh dhuroj gjak, sepse sa po kam mbushur moshën për dhuru gjak. Pak hezitojnë se është ajo friga, emocioni apo ankthi që pushton se dhurim gjakut, por mirë është me dhuru. Kjo seancë e dhurimit të gjakut, e cila u organizua nga Alternativa Studentore, shkoi për Bankën e Gjakut të Spitalit Shkodër.